Kongres Irena Gjoka. Ndjekim prononcimin. Këtu u thirra me urdhër me firmë të Altin Troplinit. Altin Troplini ishte shumë i shqetësuar sepse unë kam pyetur Irenën me 5 mbiemra nëse Gens ku e ke atë frazën se e donë saktë. Jo, kjo është tjetër. Ma e pak atë Gens. Do me thënë, i shqetësuar, gjerë në palcë, Altin Troplini, që po shtonte një gotë verë me pojen, me pojen, Anida, e kishte në zyrë. Se vetë tani, për fyrjen e gjyqtares, në gjojni pak tu, të parashikur në kaq e aq, Irena Gjoka në detyrë pranë gjykatës, ku unë e pyes nëse ke një bisedë telefonike me Alket Hysenin për 500.000 euro. Pyetje i kam bërë unë asaj. Dhe gjykatësja e Edi Ramës, familjare, se kanë lidhje familjare me Edi Ramën, ju e dini, unë biletesha të lexoj posarrita për të kuptuar stilin, nëse kishte dorë Linda Rama në atë materiale, apo jo, se janë shumë shoqe, si që keni marrë vesh, janë shoqe. Pra, ja u them unë këtu, prit. A keti ndonjë bisedë me Alket Hysenin në cilën flitet për 500.000 euro për rishfet për të hequr nga klasifikimi si grup kriminal, apo e ke me Mirel Mërtiri? Tani këte Irena me 5 mbiemra e ka marrë si fyrje. Pra, ushtrimin e funksionit publik timin si kryetar i partisë më të madhe opozitare, ajo dhe pyetje në të cilën po t'ishte inocente, do ta refuzonte, do ta shpjegonte, por Irena një mashtruese ordinere, një delinkuente klasike, një person që e ka vendin në burg dhe në qeli për ato që ka bërë, e nxitur nga Edi Rama dhe Altin Troplini, ngren padin ndaj meje për fyrje. Tani, ma e pakat, tani miqtë e mi, të dashur qytetar. Irena me 5 mbiemra ka këte kurikull. Me datën 26 shtator 2003, avokatët e mi kërkojnë të jap dorëheqjen për konflikt interesi, me qenë se ajo ishte shkarkuar nga KLD-ja në vitin 1996 me firmen e Sali Berishës. Por Irena nuk pranoi të jap dorëheqjen sepse tha nuk keni dokument për këtë gjë. Pyetja, keni dokument? Nuk ishte rëndësi se ishte shkarkuar. Në nëntor të vitit 2023, KLG-ja ju jep avokatërve të mi vendim në KLD-s për shkarkim në Irena Gjokës. KLD-ja ju dorëzoi avokatërve të mi vendimin që Këshilli i Lartë i Drejtësisë kishte marrë për shkarkim në saj në vitin 96. Por, dëgjoni tani fytyra e KLG-s. 2 javë më vonë, KLG-ja gënjen deputetët e Partisë Demokratike duke u shkruar se kinse nuk ka vendimmarrje të KLD-s në vitin 96. Pasi e kishte dorëzuar këtë. E kuptoni se çfarë malli janë këta, çfarë llumi njerëzor janë këta.
2 javë para dorëzojnë çfarë llumi përfaqësojnë këta, 2 javë para dorëzojnë dokumentin. Pas 2 javësh u thonë deputetëve nuk ekziston dokument. Ndoshta kam pas vetëm një kopje. Ashtu, jo. Pra, çfarë imagjinoni ju se çfarë përfaqësojnë këta, edhe një herë. Para 2 javësh, me datën në nëntor të 2023-shit i japin avokatërve të mi vendimin e shkarkimit të Irenës me 5 mbiemra në vitin 96 nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Pas 2 javësh, këta çfarë tu thush? Vetëm mund të thush, lum shteti, se gjë tjetër nuk mund t'jenë. I gënjejnë deputetët duke shkruar se nuk ka vendimarrje KLD-ja në vitin 96. Ju lutem, vetëm 1 minutë se ju lutem po. Në dhjetor të 2023-shit, kërkesa e avokatëve për dorëheqje për konflikt interesi, me qenë se ishte shkarkuar nga KLD-ja në 96-ën, duke i dorëzuar dhe vendimin e KLD-s, Irena me 5 mbiemra nuk pranoi sepse tha ajo është vendim kolegjal, pa çka se kryesoi nga presidenti i Republikës. Dëgjoni. Në mars të 2024, gazeta greke Taneo botën shkrimin që Irena Gjoka është dëbuar nga Greqia. Por mediat e Partisë Socialiste në Kor, me nëkrye Hidayet Beqirin dhe Frok Çupin, shkruajnë se ky shkrim është porositur nga Tirana, shkrimi Taneos. Me 4 mars 2024, KLG-ja nxjerr deklaratë. Dëgjoni tani. KLG-ja bën një deklaratë të fuqishme në mbrojtje të Irena Gjokës në vend që të hetonte atë. Vetëm sa nuk i thot virgjëresha e drejtësisë në kuptimin, jo kuptimin biologjik, por në kuptimin moral. Virgjëresha e drejtësisë, Irena Gjoka. E mbron. Mediat e Rams shpikin një letër nga policia që nuk është të vërtet lajmi për Irena Gjokën. Me 4-5 maj të 2024, ishte ditë e shtunë e djerë, bashk, Gazetra Pro Tema nxjerr vendimin e gjykatës për dëbimin e Irena Gjokës nga Greqia. Dëgjoni, se nuk ka gjë që personifikon këtë narkoshtet më bukur se kjo. Me 7 maj të 24, Prokuria e Përgjithshme deklaron se po nis hetimin të thelluar, thot Olsi, me shumë probleme. Olsi problematik. Me 14 maj, hetim pa rezultat se kërkesat e prokurisë kalojnë nga Ulsimania, i cili bën ato që don. Me 2 maj të 25, gjykata e Janinës lëshon vendimin me vula apostile, jo vetëm për 2 dëbime të delinkuentes falsifikatore, Irena, simboli i narkoshtetit dhe i drejtësisë Edi Rams, por dhe vendimin penal të formës së prerë të dënuar nga gjykata e Janinës. Me 5 maj 25, paraqita para jush këtu dokumentin me vul apostile, i cili faktonte se gjykata e Janinës e kishte dënuar atë 3 muaj apo 3 muaj burg. Me 6 maj të 25, del prokura që mashtruesja Irena Gjoka, e cila betoi se nuk kishte asnjë lloj dënimi, me 5 maj të 25, Irena Gjoka mohon që të jetë dënuar kurrë ose të buar nga Greqia në një intervistë që jep Birnit. Me 6 maj,
del prokura e vitit 2023 që Irena Gjoka kishte lëshuar për noterin në Fier për të marrë avokat që të kundërshtonte vendimet e të bimit nga Greqia, pra alibia që nuk kishte djeni. E kuptoni se çfarë personi është kjo? Një ditë para deklaronte se nuk jam zbuar kurrë, se s'jam dënuar kurrë. Pa çka se ajo kishte lëshuar prokuror për të kundërshtuar dënimin, për të kundërshtuar të bimin dhe kishte autorizuar avokatër. Mashtrim publik i rënë. Me 8 maj i kërkojmë KLG-s shpalljen e mbarimit të mandatit të Irena Gjokës. Ndonë se ligji detyron KLG-n të vendosë për 15 ditë për mbarimin e mandatit, vijon loja e Kullugeshkës, KLG kërkon prokurisë përgjithshme të shprehet, pa çka se vula apostile është vula apostile dhe me noter. Prokuria fshihet pas asaj se u luzi Vujtoni, apo i 500.000 euro edhe ky, me regjistrim, nuk jep përgjigje. Në qershor të 25 del se Irena Gjoka, jo vetëm është burë 2 herë nga Greqia, që ka lëshuar prokuror për ta luftuar këtë dëbim, ka dënim penal të formës së prerë të konvertuar më pas, ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit, pasi nuk ka deklaruar këto në formular dhe për këtë ka kryer vepër penale, ka gënjur në vetting për të justifikuar 60 milion lekë të palishme duke paraqitur një kontratë të vitit 1996 mes burrit të saj dhe vëllezërve të saj dhe duke përmendur në atë kontratë të vitit 1996 nenet e një kodi civil të miratuar të paktën 10 vjet, jo 10 vjet, të paktën po thuaj 20 vjet, 19 vjet më vonë, kodi civil i 96 kishte gjithsejt 254 nene. Pra, Irena Gjoka, e cila ka në CV-n e saj një seri veprash penale të rënda, një mashtruese ordinere, një gënjeshtare në formularin e dekriminalizimit, një gjykatëse që do të shkonte në burg dhe jo në gjykat për shkak se është dënuar me burg, ndjehet e fyr pse unë i bëj një pyetje publike. Nuk është kjo çështje se Irena dhe Dumani